Problemi është që janë në një ekstrem politik cili nuk mund të prodhoj rëndesë dhe gravitet politik. Graviteti politik prodhohet gjithmonë në qendër. Janë qendrat që prodhojnë, do të thënë, lëvizjet më të mëdha të mundshme politike. Ekstremet e kanë të vështirë të prodhojnë lëvizje të mëdha dhe nëse i prodhojnë një kohë. Zoti Lapaj nuk është ekstrem, është një lëvizje centriste populiste. Por Zoti Lapaj flas kur flas për qendrën. Problemi i Zotit Lapaj është çështje papigurie politike. Se në vend që ti të merresh me çështje që janë çështje realisht, çështje konkrete dhe çështje politike, merresh me çështje të gjixhmëri mangës. Kjo del nga konteksti politik. Do thënë, papiguria ndodhi para fushatës dhe pas fushatës. Papiguria para fushatës ishte për secilit konsolidonte leadershipin e tij brenda partisë apo brenda koalicionit vet. Kjo është papiguria para fushate. Papiguria pas fushatës është që një nismë që kishte një logjik kundër sistemit, përfundoi logjika kundër sistemit dhe të gjithë u kthyen dhe të merremi tash me sistemin dhe të reformojmë sistemin nga brenda. Sistemi nuk mund të reformohet nga brenda për sa kohë që sistemi të përthith në moment që ti ndodh në këto kushte. Ajo që do të ndodhë me reformën zgjedhore është të gjithë do të detyrohen të futen një koalicion me Partinë Demokratike dhe pastaj fitoria apo mos fitoria e zgjedhjeve do të varet nga vullneti që ka Partia Demokratike për të fituar zgjedhjet. Është vërtet që ti mund të jesh pjesë e koalicionit, mund të marrësh dhe më shumë mandate se çmore. Por produkti final i betejës ndërmjet një koalicioni që është djathtas dhe një koalicioni që është majtas është gjithmonë varet nga partitë më të mëdha brenda koalicionit. Dhe këtu kthehemi gjithmonë ke pretendimi që un kam, që Berisha nuk ka vullnetin për të ardhur në pushtet, e demonstroi në 2025-ën, e tregoi në zgjedhjet e pjesëme vendore të 2025-s, e tregoi në gjithë rrugtimin politik nga zgjedhjet e 2025-s deri sot që flasim. Dhe i vetmi ndryshim që mund ndodh, nëse do të ndodh, ishte pas rizgjedhjes së tij si kryetari i PD-s, shikojmë se kush do të jenë pritshmëritë e reja apo objektivat e ri që ka PD. Po ju e mbani mend shumë mirë që ka qenë eksaktësisht e njëjta akuzë që është bërë Lulzim Bashës, se ai nuk do të vinë pushtet, nuk do të bëhet kryeminist. Unë mendoj që akuzat të tilla apo insinuata më saktë, mendoj që nuk janë shumë realiste, sepse nuk mendoj që ka ndonjë politikan kryesor në opozitë që nuk do të vinë pushtet. Domethënë se kush është qëllimi i një partie politike, aq për një partie politike sfiduese, pra një nga dy partitë kryesore politike. Nuk është ardha në pushtet fund ditës? Jo, do të thoshmërisht. Jo në rastin e Berishës. Po pse jo? Domethënë, ai do të edhe një triumf ndaj historisë. Shtrohet pyetja, a vërtet vjen dot Berisha në pushtet? Kjo është pyetja madhore. Mosha nuk e kam ke mosha. Nuk është. Marrim Shtetet Bashkuara Amerikës. Joe Biden u zënsuan nga Donald Trump. Është 71 vjeç sot. Domethënë, jam shumë dakord. Berlusconi ka ndodhur deri në fund jetës së tij në Itali. Pra ka raste pafund në Europë dhe në fushën e real, në fushën e real politikës dhe të sovranizmit ton të sunguar, përfshirë këtu dhe sovranizmin ton politik. Mundësia që një kryeministër i cili është ose një kandidati për kryeministër i cili është person i shpallur non grata nga dy nga partnerët tanë më të rëndësishëm ndërkombëtar dhe i snobuar ose le të themi izoluar edhe nga partnerët e tjerë politik brenda Bashkimit Evropian, ngjan vështirësisht të realizueshme. Ndoshta është pak herët të paragjykojmë kush do të kandidati për kryeministër i opozitës së bashkuar në 2029-ën, se fakti që është kryetari i Partisë Demokratike do të thotë që detyrimisht automatikisht prezumimi bazohet mbi faktet e ndodhura.